Vëllezër besimtarë, dijeni se Allahu na ka krijuar për një qëllim të madh, na ka bërë krijesa të dalluara dhe na ka krijuar që vetëm atë të adhurojmë dhe vetëm ligjin e tij ta pasojmë dhe vetëm mësimet e tij t'i ndjekim. Thot Allahu i lartësuar: "Wama khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun." Unë nuk i krijova xhinët dhe njerëzit për tjetër pos që të më adhurojnë mua. Gjëja e parë me të cilën obligohemi si musliman është shahadeti la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Obligohemi që këtë ta themi me gjuhën tonë, ta besojmë me zemrën tonë dhe ta zbatojmë në jetën tonë. Vetëm Allahun ta adhurojmë dhe vetëm mësimin e Muhamedit a.s. ta pasojmë. Këtë në praktik e dim të gjithë, mirë po për fat të keq, kur vjen puna që ta praktikojmë pra, shumë prej neve dështojnë në këtë pikë. E themi shahadetin, mirë po veprat i kemi totalisht në kundërshtim me të. Mëkati më i madh në fytyrën e tokës është që ta adhurosh dikën tjetër përveç Allahut, që t'i kushtosh ndonjë ibadet dikujt tjetër përveç Allahut. Çdo mëkat tjetër ka shpresa që Allahu ta falë, nëse vdes ka penduar prej tij. Ndërsa nëse i bën shirk Allahut, Allahu këtë mëkat nuk e fal dhe ai që e bën këtë do të jetë prej të përhershmëve në zjarrin e xhenemit. Allahu i lartësuar thot: "Fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbik." Dije se nuk ka zot tjetër përveç Allahut dhe kërko falje për mëkatet tua. Po ashtu thot: "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin." Dhe adhuroje Zotin tënd derisa të vijë vdekja. Nuk ka thënë bëni ibadet Allahut vetëm në Bajram, ose vetëm në Ramazan, ose vetëm në Xhuma. Po besimtari duhet t'i bëjë ibadet Allahut çdo ditë. Namazi e thret atë për çdo ditë 5 herë në ditë. Pjesa e dytë e shahadetit është që ta duam të dërguarin e tij të fundit Muhamedit a.s. Ta ndjekim sunetin e tij. Nëse na urdhëron me diçka, ta dëgjojmë. Nëse na ndalon nga diçka, të largohemi nga ajo.